4 llogari bankare me një vlerë totale prej afro 220.000 eurosh të regjistruara në emër të prindërve të një shtetasit shqiptar të dënuar për terrorizëm në Shtetet e Bashkuara janë vënë në shënjestër të prokurorisë së Tiranës, e cila ka kërkuar konfiskimin e tyre si pasuri me burim të pajustifikuar. Në një njoftim zyrtar, organi i akuzës bëri me dije se hetimi pasuror ka nisur rreth një vit më parë dhe ka evidentuar një sër transaksionesh financiare dhe veprimesh ekonomike me vlera të konsiderueshme të cilat nuk përputhen me të ardhurat e deklaruara nga familjarët e personit të dënuar. Sipas prokurorisë, subjektet e hetimit kanë pretenduar se fondet janë krijuar nga të ardhura prej qirave dhe kursimeve ndër vite, por nuk kanë paraqitur dokumente apo prova ligjore që të vërtetojnë këto deklarata. Por rrjedhoi, autoritetet vlerësojnë se shuma monetare nuk kanë preardhje të lishme dhe për këtë arsye kanë kërkuar konfiskimin e tyre në gjykat. Bëhet fjalë për familjarët e shtetasit Sajmir Ali Mehmeti, aktualisht 33 vjeç, i cili në vitin 2016 u arrestua në New York nga Agjencia Amerikane e Antiterrorit në bashkëpunim me FBI-n. Ai u akuzua për terrorizëm dhe për zotëri materialesh mbështetëse për organizatën terroriste ISIS. Pas procesit gjyqësor në SBA, u shpall fajtor dhe u dënua me 22 vite burg. Mediat amerikane raportuan në atë kohë se i riu kishte tentuar disa herë të udhëtonte drejt lindjes së mesme për t'u bashkuar ISIS-it. Hetimet pasurore në Shqipëri vijon, ndërsa prokuroria synon të verifikojë çdo aset apo pasuri që dyshohet se mund të lidhet me burime të palishme financiare.